Komuna e Gostivarit ka realizuar 30 projekte infrastrukturore gjatë vitit 2024, shumica e tyre janë ndërtim dhe mirëmbajtje rrugësh, vendosje të sinjalistikës rrugore dhe përmirësim të sigurisë, ndërsa kostoja financiare ka arritur në 87 milion denar. Shpendimeri nga sektori për zhvillim ekonomik lokal pranë komunës së Gostivarit tha se me mjetët që pushteti lokal ka në dispozicion janë realizuar shumë projekte, ndërsa premton më shumë realizim gjatë këtij viti. Kryesisht ky program është përqendruar në mirëmbajtjen, në rikonstruimin dhe sanimin e rrugëve të komunës sonë dhe vendosjes së sinjalistikës, si dhe përmirësimin e dukshëm të sigurisë në komunikacionin e komunës së Gostivarit. Ne kemi implementuar dikundi të afërsisht 30 projekte në vitin 2024 dhe për ta kemi harxuar dikun 87 milion denar. Nga buxheti i komunës, i cili ka qenë dikun 1 miliard e 400 milion denar. I meri raportin e projekteve të realizuara nga viti i kaluar e ka prezantuar para Këshillit Komunal. Me këtë rast ai u pyet nga këshilltari i BDI-s Aziz Dauti se sa ka kushtuar ndërtimi dhe pastaj prishja e rrugës te kanali për ujitje në afërsi të varrezave të vjetra të qytetit. I meri tha se ky projekt nuk ka qenë në programën zhvillimore të vitit të kaluar, prandaj edhe nuk posedon të dhëna. Ka kushtoi projekti fillimisht kur u betonua kanali i Utiotit, edhe sa kushtoi tash prishja e tij dhe statut tjetër i vonë. Ai projekt nuk është i përfshirë në këtë raport sepse është projekti i vitit 2025. Shumat konkrete nuk i kanë këtu sepse nuk kanë qenë në rendite të kësaj mbledhje të Këshillit. Mirë po, sidoqoftë ne mund të dërgojmë informat me shkrim deri te Këshilli i Komunës se sa janë harxuar, çfarë janë harxuar dhe për çka janë harxuar. Raporti i projekteve të realizuara nga Komuna e Gostivarit për vitin 2024 kaloi me unanimitet votash. Ndryshe, në fund të vitit 2023, gjatë prezantimit të programës zhvillimore të Komunës së Gostivarit për 2024, u prezantuan mbi 70 projekte vetëm në sferën e infrastrukturës rrugore. Disa prej projekteve të parapara ishin rikonstruimi e rrugës Beliçica, Ilindenska, bulevardi Goce Delçev nga rreth rrotullimi nga qendra për kulturë deri te stacioni autobuseve, përshtatja e qasja në trotuare dhe në rrugë të ndryshme të qytetit për persona me nevoja të veçanta, si dhe investime në lagje dhe fshatra përreth.